Ja dhe receta se si e kam përgatitur unë tharmin për qyrek me qiqra. Ma keni kërkuar shumë dhe po e ndaj me ju. E falenderoj dhe Klean për mesazhin. Kjo është receta. Unë kam marrë qiqrat, i kam hedhur në këtë grishtin këtu dhe më pas i kam ngrirë. Unë nuk i kam ngrirë shumë tinta, nuk e kam bërë miell. Ju mund ta bëni ose miell ose mund t'i hidhni një ditë më parë në ujë dhe më pas ta bëni si brum, është zgjedhja juaj. Unë i kam bërë thjesht i kam thyer pak. Më pas në një tas kam hedhur ujë të ngrohtë, jo ujë të vakët, as të ftohtë, as të nxehtë, por të ngrohtë. Dhe më pas kam shtuar miell, ajsa e gjithë përbërja të më bëj konsistente, të mos ishte as shumë me trash, por dhe as si ujë. Të gjithë të përbërjen që shikoni këtu, i kam vënë më pas kapakut dhe e kam lënë të pushoj për 5 orë. E kam mbështjell, duhet ta mbështjellni që të ri e ngrohtë dhe të mos ri e ftohtë dhe të pushoj. Pas 5 orësh e kam marrë sërish, i kam shtuar ujë të ngrohtë, i kam shtuar sërish miell për ta rizënë sërish, pra që të risja sasinë dhe e kam lënë të pushoj. Pra, e gjithë përbërja nga e para dhe e dyta e kam lënë të gjithën 24 orë të pushoj, që të vi të shpërbëhen të gjithë përbërësit, dhe më pas ditën tjetër kam zënë kulaçin. Kjo është era e parë që kishte ardhur dhe shikoni tani është bërë si lastik dhe më pas i kam hedhur sërish ujë dhe e kam rizënë sërish. E kam lënë sërish të pushoj dhe më pas kam zënë kulaçin, pra 24 orë të dyja përbërjet në total dhe më pas e kam zënë kulaçin. Kulaçin mos e zini shumë, pra mos e bëni si e brum buke, sepse nuk ju kullon, po e lini pak të trash si kulaç normal, po këtë herë është me qiqra që të kulloj. I japi përgjigjet e zonjës për punën, nëse interesoni për punën që u bëj online, më dërgoni një mesazh pasi është e pamundur që në një video 1 minutë apo 2 t'ja u shpjegoj të gjitha. Shpresoj që recetat ju ketë pëlqyer. Nëse dini ndryshe, lini komentin tuaj. Faleminderit.